Ndër temat cilat u diskutuan në takimin e Këshillit Kryetarëve të Komunave të Republikës Kosovës ishte edhe rregulloria e re 07/2025 për procedurën e pranimit në shërbimin civil. Përveç problemeve që komunat janë duke u ballafaquar me kontratë kolektive si një ndër problemet serioze që po I atakon komunat ka aspekti financiar, edhe kjo rregullore u diskutua nga kryetarët e komunave dhe kryetarët e komunave përkatësisht Këshilli I Kryetarëve e autorizoi sekretariatin asfaltësunit komunat Kosovës që ta hartojë një lëndë për gjykatë kushtetuese, sepse kryetarët vlerësuan që kjo rregullore nuk është në harmoni me Kushtetutën e Republikës Kosovës, sepse Kushtetuta e Republikës Kosovës I njeh dy nivele qeverisëse. Është niveli qendror dhe niveli lokal. Dhe kryetarët menduan që kjo rregullore duhet të dërgohet në gjykatë kushtetuese, sepse besojnë që ka një shkelje të kushtetutës sa I përket ndarjes së pushtetit. Është pikërisht neni 4, pika e 6, ku aty thuhet se procedurat e rekrutimit për shërbimin civil zhvillohen nga Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publik në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Përveç disa institucioneve të veçanta në këtë rast, aty theksohet që fuqëveprimi I kësaj rregullore nuk aplikohet për Presidencën e Republikës Kosovës, për Gjykatën Kushtetuese të Republikës Kosovës, për sistemin e drejtësisë, Kuvendin e Republikës Kosovës. Domethënë këtu komunat nuk janë të përfshira dhe në bazë të përvojave të kryetarëve gjatë kësaj periudhe të shkurt kohore, kjo rregullore ka filluar t'i prekë edhe komunat e Republikës së Kosovës. Domethënë kryetarët dëshirojnë që niveli qendror mos të shkel apo mos t'i prekë kompetencat dhe autonominë e pushtetit lokal.